Pasiguria për emrat që do t'i zëvendësoj vendet boshe në qeveri, pritet të zbardhet brenda ca ditëve. Kryeministri Kristian Mickoski ka deklaruar sot se konsultimet me Vlenin për emrat e rinj të ministrave janë duke vazhduar dhe se në fillim të javës do të dihet të gjithçka. Ai tha se për emrat nuk do të pritet përfundimi i kongresit të VMRO-s, por të njëjta do të dorëzohen në fillim të javës së ardhshme. Kako vlada seriozno se zafativ me ovaj problem? Mendoj që në fillim të javës së ardhshme gjithçka do dihet. Në fillim të javës së ardhshme do t'i parashtrojmë emrat. Më pas kemi plan të aktiviteteve që presim të bëjmë, edhe brenda në parti, më pas në institucione. Ja të shkojmë hap pas hapi. I pyetur nëse ka mundësi që krahu i Zjadin Selës të bëhet pjesë e qeverisë, Mickoski tha se për momentin nuk po mendon për një gjë të tillë. Ndërkaq, për këtë çështje kanë folur sot edhe nga koalicioni Vlen. Zëdhënësi Driton Sulejmani tha se për ata nuk përbën asnjë problem që shumicës t'i bashkohen edhe parti tjera, përfshirë këtu edhe ASH-n e Zjadin Selës. Të gjithë jemi të njoftuar se ka biseda rreth zgjerimit të qeverisë. Për momentin numri i qeverisë ose shumicës është stabile, por nuk do të përbënte ndonjë problem në rast se kësaj qeverisë ju bashkangjiten edhe subjektet e tjera politike, mirë po është shumë e rëndësishme që subjektet që bashkangjiten të jenë të mendimit që bashkarisht të ecin përpara reforma që i kemi të nevojshme. Sa i përket emrave të Vlenit të përfolit në riformatimin e qeverisë, Sulejmani tha se liderët janë në bisedime të vazhdueshme, pa precizuar asnjë emër, por siç tha, deri më tani vetëm emri Bekim Salit është e zyrtar që do të merr detyrën e zëvendës kryeministrit.